Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Ambasadori Silvio Gonzato i dorëzoi qeverisë Progres raportin e Edi Rama mbështet propozimin e Marta Kos që vendet kandidate të bëhen anëtare me provë. Kryeministri Edi Rama njofton se duke filluar nga 1 janari, paga minimale do të shkojë 500 euro. Deri në fund të mandatit të qeverisës do të arrijë në 700 euro. Komisioneri shtetëror siguron se të gjithë financimet e partive do të kontrollohen me detaje. Ilirian Celibashi thotë se nuk e di kur mund të ketë zgjedhje në Tiranë. Do të vjoj më gjërësisht me lajmet. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato i dorëzoi këtë të mërkur qeverisë Progres raportin i cili vlerësoi me nota pozitive ecurinë e reformave. Kryeministri Edi Rama përsëriti vendosmërinë për të mbyllur negociatat deri në vitin 2027. Ai mbështeti propozimin e komisioneres Marta Kos që vendet kandidate të përfshihen si anëtare të Unionit, por të jenë në provë. Progres raporti i vitit 2025 për kryeministrin Edi Rama tregon qartë se Shqipëria është në rrugën e duhur sa i përket procesit të integrimit. Një ditë pas publikimit të tij, ambasadori i BE në Tiranë Silvio Gonzato i dorëzoi dokumentin kreu të qeverisë, i cili u shpreh se pavarësisht sfidave, vendi ynë do të mbyll negociatat në vitin 2027. Shqipëria është në rrugën e duhur për të përmbyllur teknikisht negociatat brenda vitit 2027. Sfida dhe çështje për t'u adresuar jo vetëm në mënyrë sasiore, por edhe në mënyrë cilësore në çdo hap. Dhe natyrisht që raporti i Progresit është një gotë e mbushur për gjysmë. Në konferencën e përbashkët, Gonzato vlerësoi punën e bërë, por solli në vëmendje që kërkohet jo vetëm shpejtësi, por edhe cilësi në reforma. Urgjenca e reformave nuk duhet të dëmtojë cilësinë e tyre, duhen konsultime domethënëse përpara miratimit të tyre. E them këtë sepse anëtarësimi është projekt gjithëshoqëror që duhet t'i përqafojë aktivisht çdo vend. Ky projekt duhet të zotërohet nga qeveria, opozita, shoqëria civile, të gjithë kanë rolin e tyre. Për të përmbushur sakt çdo detyrë, diplomati Brukselit e vuri theksin tek bashkëpunimi mes palëve politike. Kuvendi ka një rol kyç për të luajtur dhe thirrja ime është të kemi dëshirën dhe mundësinë të luajnë rolin e tyre dhe të japin kontributin e tyre në këtë proces të reformave. Na duhen debate të shëndetshme dhe kritike. Duhet të jepet mundësia që qytetarët të kuptojnë reformat dhe ndikimet që do të kenë në jetën e tyre. Ndërkaq, propozimin e komisioneres për zgjerimin Marta Kos, që vendet kandidate të përfshihen si anëtare për një periudhë prove, u mbështet nga kryeministri Edi Rama. Madje sqaroi se ai vetë ka dhënë një ide të tillë më parë. Këtë ide e kam hedhur vetë shumë vite përpara. Dhe e kam përsëritur sa herë më çdo mundësia. Ne duam të ulemi në tryezë si të barabartë. Gjatë fjalës së tij, ironizoi dhe ata që më herët kanë kritikuar punën e qeverisë gjatë procesit të integrimit. Kështu që ndjehuni mirë që të gjithë qofshin mbështetës, qofshin kundërshtar të kësaj qeverie, sepse kjo qeveri ka bërë detyrat edhe për mbështetësit dhe për kundërshtarët. Komisioni Evropian në Progres raportin për vitin 2025 vlerësoi me nota të larta punën e bërë nga Shqipëria sa i përket reformës në drejtësi, politikës së jashtme dhe sektorit të energjisë, ndërsa kërkoi më tepër punë sa i përket debatit politik, sektorit të administratës publike, mjedisit dhe investimeve. Raporti i Progresit i publikuar nga Komisioni Evropian është përshëndetur nga Sali Berisha, por kreu demokrat sulmoi komisionerin e zgjerimit Marta Kos dhe ambasadorin e BE Silvio Gonzato, duke thënë se deklaratat e tyre janë propagandë në favor të qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi mbledhjen e grupit parlamentar për të komentuar Progres raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë. Ndërsa vlerësoi skanimin që Brukseli ka bërë situatës në vendin tonë në harkun kohor të një viti, Berisha kritikoi ambasadorin e BE-s Gonzato e komisioneren e zgjerimit Marta Kos, e cila një ditë më parë deklaroi se progresi i Shqipërisë është i paprecedent. Nuk thot kund se progresi i shkëlqyer. Në asnjë rresht. Nuk thot në asnjë rresht outstanding.
se këto deklarata i shëmbëdhejnë deklaratave Donald Lus që thoshte në kurnet e kanabizimit shtetë të vendit, përgëzoi policinë për suksesin e jashtëzakonshëm në luftën kundër drogës. Berisha vuri ndukje se progres raporti reflekton të gjitha problemet që ka sot Shqipëria. Ky raport është një akt akuzë ndaj qeverisës aktuale ku theksohet se zgjedhjet ishin të deformuara. Thot se korrupsioni lulëzon, thot se kontrolli parlamentar mbi qeverisjen ka degraduar, thot se krimi organizuar është tehet i fuqishëm. Përtej progres raportit, Berisha komentoi hetimet e SPAK-ut ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke përsëritur se përgjegjësi kryesor për çështjen e tunelit Llogaras është kryeministri Edi Rama. Në qoftë se presim ne që prokurorët të shkojnë dhe t'i vënë hekurat e Edi Ramës, ne jemi personazhe, nuk jemi njerëz real. Është populli ai që thot fjalën e vet. Ata folën, tuneli Llogaras është vepër kriminale, është kryekrim dhe është kryer nga Edi Rama. Kryetari i Partisë Demokratike theksoi se në këtë situatë vetmja rrugë që ka opozita janë protestat kundër liderit të mazhorancës Edi Rama. Tani kreu i Meduzës e ka radhën. E ka radhën kreu i Meduzës. E tanë e pitas. O do u dalin zotën e tani, qytetarëve, ose historia do na denojë. Edhe të njëjtën në parlament pritet që betejë politike e opozitës të fokusohet tek hetimet për tunelin e Llogaras, e përgjegjësitë që sipas PD-s ka kryeministri Edi Rama dhe zëvendësja e tij Belinda Balluku. Kryeministri Edi Rama dha këtë të mërkur lajmin se paga minimale do të shkojë nga janari në 500 euro. Sipas shefit të qeverisë, objektivi është deri në fund të mandatit të qeverisë së socialistëve të shkojë në 700 euro në muaj. Nga 1 janari i vitit që vjen, paga minimale do të rritet me 100 euro. Lajmin e bëri të ditur kryeministri i vendit Edi Rama. Dhe nisim vitin e ardhshëm me 100 milion euro shtesë përveç indeksimit. Në 2027 e dyfishojmë shtesën 200 milion euro plus indeksimi 45 milion euro. Në 2028 e trefishojmë 300 milion euro plus indeksimi 46 milion euro. Në 2029 e 4 fishojmë 400 milion euro plus indeksimi 47 milion euro. Dhe në 2030 e 5 fishojmë 500 milion euro plus indeksimi 48 milion euro. Krahas indeksimit, pensionistët do të përfitojnë edhe nga një rritje me 100 milion euro. Nga 1 janari 2026 do të rritet dhe paga minimale për 307.850 punonjës, të cilët do të marrin shumën e premtuar 500 euro, e cilë do të jetë para, po jo e vetmja rritje e këtij mandati, ku paga minimale do të arrijë 700 euro. Jo vetëm kaq, po siç e kemi premtuar, qeveria do të subvencionoj për një periudhë 9 mujore me 90 milion euro edhe shtesën e kostos së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. Deklaratat, kryeministri Edi Rama i bëri përpara se ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato të dorëzonte progres raportin. Ekspertët e ekonomisë e vlerësojnë pozitivisht projekt buxhetin e vitit 2026. Rritja e pagave dhe pensioneve sipas tyre do të ndikojë në rritjen e mirëqenies në tërësi, ndërsa sektori më problematik mbetet bujqësia për shkak të mbështetjes së ulët. Me një vlerë rekord prej 886 miliard lekësh, buxheti i shtetit për vitin 2026 parashikon më shumë fonde për paga, pensione dhe mbështetje sociale, por edhe për investime të reja në infrastrukturë, digitalizim dhe zhvillim njerëzor. Por, a është ky një buxhet zhvillimi apo më shumë një buxhet konsumator? Ka një tentativë vërtet për një rritje reale dhe po të shikojmë dhe shpërndarje në sektor të ndryshëm, ky është një buxhet i cili në fakt fokusohet më shumë tek pensionistët. Fokusi, siç u premtua dhe gjatë fushatës zgjedhore të 11 majit nga e majta, janë pensionet, ku në vend të bonusit do të ketë një rritje reale të tyre, si në zonat urbane ashtu dhe në ato rurale. Deri në vitin 2029 pritet që pensioni urban me vite të plota të arrijë në 40.000 lekë, ndërsa i rural në 18.000 lekë. Vërtet bujqësia është një sektor, ndoshta sektori më i madh në vend, ne jemi një vend me një traditë bujqësore, por ama alokimi i buxhetit bëhet dhe mbi bazën e produktivitetit. Duhet ta themi fatkeqësisht që nga ana e produktivitetit dhe nga ana e organizimit brendshëm punës, bujqësia jon është akoma shumë më mbrapa krahasuar me edhe me vendet e rajonit dhe me vendet e Bashkimit Evropian. Qeveria ka disa prioritetet për të përcaktuara. Sigurisht që arsimi dhe bujqësia janë disa, ose me themi, pika relativisht të dobta për sa i përket mbështetjes buxhetore.
Pjesa më e madhe e tortës shkon për shëndetësinë dhe infrastrukturën, ndërsa bujqësia që kontribon me gati 17% të prodhimit të brendshëm bruto do të marrë jo më shumë se 162 milion euro. Përmirësim të mirëqenies ndoshta është diçka e madhe për të, por një lëvizje drejt përmirësimit padyshim. Ne fatkeqësisht jemi në fazat ku do duhet të luftojmë varfrinë. Diskutimet në komisione pritet të fillojnë së shpejti, ndërkohë që në parlament mund të kalojë nga mesi muaj nëntor për të miratuar përfundimisht në fillim të dhjetorit. Komisioneri shtetëror deklaroi se të gjitha shpenzimet e partive do të kalojnë në lupë për të zbuluar origjinën e financimeve. I pyetur për zgjedhjet e pjesshme në Tiranë, Ilirian Celibashi tha se askush nuk e di se kur do të mbahen. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë një auditim të plotë sa i përket shpenzimeve të bëra nga partitë politike gjatë fushatës elektorale të 11 majit. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi, teksa zgjodhi të mos komentonte kontratën 1.4 milion euro të harxuara nga APD për Krisla Civitan, theksoi se çdo shumë parash do të kontrollohet në detaje. Shumë herët që nga çdo pikë vështrimi të bëj komente apo të jap gjykime dhe vlerësime në lidhje me aspektet të financimit të fushatës nga partitë ndryshme politike. Ato kanë dorëzuar raportet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve brenda afatit. Këto raporte do të nënshtrohen një procesi auditimi, verifikimi dhe në përfundim të këtij procesi auditues ne do të prezantojmë rezultatet dhe do të japim gjykimet dhe vlerësimet tona në lidhje me procesin e financimit të subjekteve zgjedhore për zgjedhjet e shkuara të 11 majit. Tashmë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është gati për zgjedhjet lokale në 5 bashki, ndërsa sa i përket Tiranës, për Celibashin kushtetuesja është e qartë. Këtë nuk di ta them dhe besoj që askush nuk mund ta thotë për momentin, nëse do të kemi apo nuk do të kemi zgjedhje në Tiranë. Vendimi i gjykatës kushtetuese është i qartë dhe të gjithë janë në detyrim për ta njohur dhe për ta zbatuar atë vendim. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve testoi pajisjet e identifikimit elektronik, ndërsa garantoi se stafi tashmë është gati. 334.000 qytetar do të mund të votojnë të dielën për kryetarët e rinj të bashkisë, në Vlorë, Berat, Tepelen, Madh dhe Cerrik. Partia Demokratike ka vendosur 2 nënkryetare, Toert Bylykbashi e Luciano Boçi, për të udhëhequr reformën zgjedhore dhe reformën territoriale si përfaqësues të opozitës. PD ka dorëzuar në parlament emrat e anëtarëve të 2 komisioneve të posaçme. Toert Bylykbashi do të jetë bashkëkryetar për reformën zgjedhore, ndërkohë që anëtar do të jetë Ivi Kaso, Gens Razimiri, Albana Vokshi e Gjingjoni. Luciano Boçi do të jetë bashkëkryetar të reforma territoriale dhe anëtarët janë caktuar: Jorida Tabaku, Bledion Albati, Xhelal Mziu, Ramadan Lika e Eno Bosto. Partia Socialiste i ka dorëzuar në kuvent që javën e kaluar emrat e anëtarëve të komisioneve e pritet që përbërja e tyre të miratohet të enjte në seancën plenare. Autori i vrasjes së kushuririt të tij në një fshat të Vlorës është lënë në burg nga gjykata. Gjatë seancës për masën e sigurisë, ai refuzoi të tregonte rrethana dhe motivin e krimit të rënd. Gjykata e Vlorës ka lënë në burg 32 vjeçarin Bertil Allia, i cili qelloi për vdekje me 5 plumba kushuririn e tij Dalan Allia disa ditë më parë. Gjatë seancës, autori ka pretenduar se nuk është në gjendje të flasë të jap shumë shpjegime për krimin, duke përsëritur kështu të njëjtën deklaratë që i kishte dhënë edhe oficerëve të policisë pak pas arrestimit. Bertil Allia u arrestua më 2 nëntor në një zonë malore në fshatin Gjorm, por arratësia e tij zgjati vetëm 5 orë e më pastaj u arrestua nga policia, e cila kishte vënë në dispozicion edhe dronët inteligjent, teksa vazhdimisht i bënte thirrje për vetëdorëzim. 32 vjeçari cilësohet nga policia si një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Ai ishte shpallur në kërkim për vrasjen e 3 të rinjve në vitin 2015, në atë që njihet ndryshe si masakra e Çoles. Gjykata e Vlorës e kishte dënuar me 35 vite burg në vitin 2016 pikërisht për këtë ngjarje të rëndë, ndërkohë që prej ngjarjes së ndodhur në vitin 2015 ai ka qenë i fshehur dhe sipas policisë lëvizte me pasaportë kosovare. Kjo gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.